Preferencat e dëgjuesve shqiptar në ndjekjen e programeve radiofonik teksa udhtojnë në makinë ka qenë fokusi i studimit kryer për të parën herë në 5 qarqet kryesore të vendit. Në një intervistë për UTV News, gazetari Arben Muka, njëherësh pedagog në Albanian University, zbulon disa prej rezultateve të studimit, në realizimin e të cilit janë përfshirë edhe një grup studentësh të vitit të 2 dhe të 3 të gazetarisë në Albanian University. Për herë të parë në Shqipëri realizohet një studim mbi dëgjueshmërinë e programeve radiofonike në makina. Pedagogu i audiogazetarisë në Albanian University, Arben Muka, si autori i studimit, është fokusuar në disa çështje që lidhen me preferencat e drejtuesve të automjeteve, në kohën kur ata janë në udhëtim. Pyetësori përmbante interesimin për të mësuar të dhëna të tilla si çfarë lloj programesh preferoni të dëgjoni kur udhëtoni me makinë, ndiqni më shumë stacionet lokale apo të tjera. Cili është stacioni që parapëlqeni më shumë? A i ndiqni emisionet që emëtohen njëkohësisht në radio dhe në televizion? Si dhe çfarë tematike do të dëshironi të kishit më shumë në transmetimet e radios? Të marrësh informacion, do më thënë të fotografosh ato preferenca apo gustot që kanë drejtuesit automjeteve në Shqipëri, kjo është një angazhim që ka frute, sepse duhet kemi parasysh 2 faktorë. Tregu i makinave në Shqipëri, pra fluksi i qarkullimit, është gjithmonë në dinamizëm, do më thënë rritet kohë pas kohë. Sot aktualisht në Shqipëri janë 301.000 automjete që qarkullojnë. Pra, imagjinoni pra sa njerëz janë për këto gabina makinave që ndjekin. Dhe së dyti, ndjekja e radios në makinë është e pakonkurrueshme nga mediat e tjera. Nëse i ke duart në timon, sigurisht do të ishte aventurë po të ndiqje programe televizive apo nuk do të mund ta lexosh dot edhe gazetën. Pra, radio në Kërskot ngelet burimi vetëm i informimit dhe argëtimit për drejtuesit automjeteve. Studimi titullohej Foli shoferit dhe përfshiu 1424 drejtues të automjeteve, të cilët u pyetën. Këta ishin nga 5 qarqe të vendit, përkatësisht nga Tirana, Vlora, Shkodra, Elbasani dhe Korça. Zhvillimi i anketimit zgjati 3 muaj, nga data 7 mars deri më 7 qershor 2012. Ajo që bie në sy është fakti se në ekipin që punoi në terren ishin dhe 12 studentë të vitit të 2 dhe të 3 të gazetarisë në Albanian University. Pas një faze informimit dhe familiarizimi që u bë me studentët, pra që ata të arrin ta menaxhonin sa më mirë atë pyetësorin, unë do të them se sjellja e tyre në terren ishte e përpikt dhe ata ishin këmbgulës pra për të komunikuar sa më mirë me drejtuesit e automjeteve. Si thua është për të respektuar ato parametrat e përzgjedhjes kampionit, duke pasur parasysh gjinin, moshën, arsimimin, profesionin apo dhe vendbanimin e drejtuesit të automjetit në komunë dhe në bashki. Sot ose në këtë studim studentët ishin, si thua, bashkëpunëtor, por kjo eksperiencë e fituar i bën ata që pas nesër, ata mund të jenë dhe vetë konceptuesit, ideatorët apo realizuesit e studimeve dhe anketimeve të tilla që kanë lidhje me media dhe komunikimin. Në bazë të studimit, jo të gjithë drejtuesit e automjeteve në udhëtim ndjekin programet radiofonike. 36% e tyre preferon që në makina të dëgjojnë vetëm burime të personalizuara audio, si CD, MP3 apo audiokaseta. Preferencat tematike janë të larmishme dhe ndryshojnë nga njëri qark në një tjetër. Kur vjen puna për stacionin më të preferuar, ka një konkurrencë të madhe, jo vetëm në Tiranë, por edhe në 4 qarqet e tjera, Vlorë, Shkodër, Elbasan dhe Korçë. Afeksioni është i ndarë për të dëgjuar radiot lokale ose të tjerat. Jeni në programin më të çmendur, më llafazan, Nga drejtuesit e makinave vitet e fundit ndiqen dhe emisione të cilat transmetohen njëkohësisht edhe në radio dhe në televizion. Për qarqe të ndryshme, shikohet një konfigurim i ndryshëm për zgjedhjen që bëjnë drejtuesit e automjeteve. A jetën time ka qenë një